Sajmir Kolaveri, akuzuar nga SPAK si i përfshirë në vrasjen për motive gjakmarrje të Klevis Lleshit në vitin 2020, është rikthyer me prangë nga Italia për tu përballur me drejtsinë shqiptare. Prokuroria e posaçme akuzon atë se ka pasur rol ndihmësi dhe ndërmjetësit për të organizuar rrëmbimin, vrasjen dhe më pas gruposjen e 22 vjeçarit Lleshi në fshatin Shpërdet të Mamursit. Gjykata e posaçme mbi bazën e provave ka caktuar ndaj Kolaverit masën sigurisë arrest në burg për 5 akuza nga vrasje për gjakmarrje te krimet të kryera si pjesë një grupi kriminal. Vrasja e 22 vjeçarit lidhet me një sak gjakmarrjes mes dy fisëve, Kolaveri dhe Lleshi, ndërsa krimi u zbulua pas zbërthimit të mesazheve të koduar në aplikacionin Sky SCC. Prokuroria e posaçme në shtator të vitit të kaluar pasi ka arritur të dokumentojë ngjarjen duke identifikuar personat e përfshirë dhe rolet e tyre në krim. Sabanuzi u vu në prangë si ekzekutori të riut, i cili sipas hetimit u pagua 50.000 euro nga Aurel Hoxha, që ishte porositësi i vrasjes. Aurel Hoxha, i njohur me emrin Aurelino Kolaveri, sipas SPAK, urdhëroi vrasjen e 22 vjeçarit për t'u akmarrë për vrasjen e vëllait të tij në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2012 nga Arbin Lleshi. Një vit pas vrasjes së Agim Hoxhës, në 30 tetor të vitit 2013 në Shqipëri u ekzekutua Xhavit Lleshi, babai i Klevisit, ndërsa në vitin 2016 familja u godit sërish me vrasjen e Hajredin Lleshit. Saga gjakmarrjes depërtoi edhe në burgun sigurisë së lartë në Peqin. Në vitin 2023, Arbin Lleshi u ekzekutua me armë zjarri brenda qelisë së burgut nga Sokol Mjacaj, ngjarje që dyshohet se ishte vjemësi e përplasjes mes dy fisëve.